Legalistët shpërthejnë duke u revoltuar nga thyrjet e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama të bëra në librin e tij Kurbani ndaj mbretit Ahmet Zogu. Në libër Rama e konsideron mbretin Zog si një injorant dhe amshor. Në lidhje me këtë, nënkryetari i Partisë Lëvizje Legalitetit Murat Basha ka reaguar duke deklaruar se të gjitha deklaratat e Ramës janë mashtrime. Isha i detyruar që t'i rikujtoj kryetarit të Partisë Socialiste që mbreti Zog nuk është ashtu siç shpif dhe mashtron kryetari i Partisë Socialiste, mbretesha Geraldin, një gruaja jashtëzakonshme, të cilën dhe kryeperversi Enver Hoxha nuk ka guxuar ta përmend, nuk i lejohet kryetarit të Partisë Socialiste ta përmend. Mbreti Zog është martuar vetëm një herë. Unë nuk kam asgjë kundër njerëzve që martohen na 2 herë, 3 herë ose edhe 5 herë, është e drejtë e tyre. Kur një martesë nuk funksionon, më mirë që të prishet. Por ama mbreti Zog ka marrë një zonjë dhe mbreti Zog kur nuk mori gratë e shokëve ose shoqet e grave. Dhe kjo flet për një moral tjetër. Dhe nëse disa gjigant liliput që janë të dehur nga duhma që del nga xhirizet e bllokut, ku është akoma gjaku dhe dhimbja e të përndjekur dhe të djathtë dhe nuk munden të zhvlerësojnë figurën emblematike të mbretit Zog. Madje numri 2 i legalistëve thotë se Rama është bërë si Shaban Qosja. Të janë disa trillime të turshme, ka disa njerëz kërkojnë të duket moralshëm. Sot po e shoh që morali ose moraliteti është kostumi që politika pëlqen të vesh më shumë. Ka disa tjerë që fillojnë marrin dhe rolin e Zeusit dhe dalin ngjiten në Olimp dhe qellojnë me shigjeta këdo, cilin do, tallen me këdo, tallen me cilin do, fyen këdo. Nuk e kanë këtë të drejtë. Dhe kjo më ka kujtuar rastin e një zotërie këtu në Tiranë, Shaban Qosës. Ka qenë një zotëri nderuar, por kishte qejf të bënte shaka, të ngacmojë me njerëzit. Dilte në rrugë para dyqanit tij dhe bënte shaka me njerëzit. Kishte ditë që nuk u merrnin njerëzit me Shabanin. U merrte Shabani me njerëzit. Dhe më vjen keq se kryetari i Partisë Socialiste, duke goditur këdo, duke u marrë me këdo, me të drejtë pa drejtë, duke shpifur për këdo, duke trilluar për këdo, po me rolin e Shaban Qosës. Kjo nuk është hera e parë që disa figurat e njohura dalin kundër librit të kreut të Partisë Socialiste, duke i quajtur këto trillime.